3 fillojmë. Po jo më çun kam me këtë ky s'm ka marrë më këtë filmi vet. Si të ka marrë të filmi? S'm ka marrë fare. Po jo, në të 5 serio, po mirë se ti po xhiroj atë në kuadër dashurisë. Ti më ftove mua në premier, po nuk më ftove si aktore për në film. Edhe unë isha gjetja më e re. Ti ishe edhe të after party apo s'ka lidhje? Isha unë të after party, po ishte after party. Të urgjenca. Po isha. A ti duhet të filmi? Aktore? Po pse se more ti tani? Unë aktore jam tashmë. Kjo është një aktore, pse nuk e more? Po sepse u xhiruan në të njëjtën kohë, edhe në kuadër dashurisë dhe 5 serio. Po. Jo, nuk është xhiruar në të njëjtën kohë. Jo? Nuk xhiron në ditën kohë. Sa do troç unë kam thënë pse nuk e. Po, besoj. Jo, më duket se ja. Është një manipulator, po gjë. Jo, të tham ty edhe ti the jo, diçka tjetër. Jo, nuk. A mos e doja që të ngrija çik sa kohë. Po thoj më tha pra, po isha zën, po. Ua. Atë thanë 5 herë jo. 5 herë tha jo. Po më dëgjoj të tjetër. Jo, ju më thatë dhe unë ju thash 5 herë jo. 5 herë jo, po. 5 herë jo. Te tjetri, tek filmi tjetër, apo është te filmi tjetër? Jo, pra. Sepse po bëjmë. Jo, pra tani, pse çaja mund vi ke pjesa dytë. Jo pra, asmas o zema s'kan marrë as mua. Nuk është dyshë. Një sekond prit, asun s'kam qenë. Do jesh ti ke dyshë? Po pra. Po mirë, do vi dhe unë ke dyshë. Okej, mirë. Jemi rregull. Ku do ta bëjmë? Karaburun, ma? Karaburun. Si dalim Karaburun? Do ikim me pushime na. Po tjetër. Edhe të xhirojmë. Xhirojmë edhe film, bëjmë edhe pushime. Në fakt ashtu ishte filmi janë. Ja u nda. Kurs nuk u kënaq aty. Po, që të gjithë. Shumë bukur. U kthyem njerëz. Unë nuk u kënaqja. Po pikërisht pra, kurs u kënaq gjuna se kishim marrë këtë. Njerëz, u kthyem në këtë pjesë të dytë të emisionit. Ishim duke folur pak mes vetes për disa probleme, po prap mes vetes. Por tani jemi vetëm mes vetes, që do thot kur je vetëm mes vetes e po iku, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë një cak? Skoma party. No. Skoma party? Jo, duhet të bëjmë një intervistë. Po. Apo jo. Duhet të bëjmë një intervistë tani Sara. Çfarë kemi thënë? Nuk do fiktimizohemi, dhe do mbajmë energjinë e mirë nga fillimi deri në fund. Po, ky është sikleti i madh, po. Ky është kushti. Unë vi vetëm nëse energjia është e mirë. Ajo nuk e kupton që ka ardhur. Po pra. Ti e kupton që ka ardhur? Okej, ka. Kush energjia më e mirë nga të gjithë? Kush? Energjia është fakti që unë jam këtu. Dihet që energjia është më e mirë. Okej, super. Faleminderit shumë Sara që je pjesë e emisionit. Faleminderit ju shumë për ftesën. Po, dhe urime për medien. Faleminderit shumë. Po pse ti mund na kishe uruar më para ne? Pse tani që erdhe? Një mesazh i gjë, pse se bëra? Nuk e dija, nuk e kuptova. Unë tani që erdha këtu e kuptova. Çao po bita njerëzit. Po, okay, dakor. Çka keni ngritur? Okej. Dhe jam shumë e lumtur për ju dhe paçet sa më shumë suksese. Thank you. E meritoni. Faleminderit shumë. Jeni shumë çunat mirë. Faleminderit, thank you. Ti nuk është se kështu na ishte. Kam çaluar. O Donald, po ne tham. Po të thash në fillim të emisionit të thash. Po më bullizove, do të bullizojmë brapsht. Okej, ke të drejtë. E ke gjithë të drejtë të më bullizosh, unë të bullizoj. Se një herë erdha, edhe kam gjëra montazh. Ke prerë gjëra në montazh që unë kam thënë që kanë qenë shumë të bukura, do ti. Dhe nuk kisha. A do ti përsëris? Mund ti përsëris sa duash. Bravo. Këtu tregon që jam i lirë që ti të më bullizosh. Jo, po më bullizove do të bullizoj, po nuk më bullizove, nuk do të bullizoj. Okej, dakor. Sa do japësh do marrësh, Donald, kështu është jeta. Okej, dakor. Sa fair. Shumë fair, po, let's be fair. Come on. Sara, come on. Sara, just hey. Okay, poi. Come on, just duhet të bëjmë disa pyetje që ne kemi shkruar për këtu Sar, për ty këtu Sar. Nëse ty do të jepej mundësia që ta prezantoje veten në një emision. Okej? Si do e prezantoje veten? E kam seriozisht. Pyetje e vështirë. Pyetje e vështirë sepse unë sa herë dëgjoj ato prezantimet më duken gjithmonë shumë cringe. Po, nuk e di pse. Edhe prandaj nuk prezantoj ashtu, po. Më duken gjithmonë sikur, okay. Është shumë sipërfaqësore. Like cringe, like creepy, like. Po. Mendoj që kështu është. Po pse ashtu?
Po pra, po ndodh kudo vërdall, ë? Po pra, mendoj që thjesht kështu është edhe kam rënë dakord me këtë pjesën edhe nuk e di se si do e prezantoja vetë. Si një fjalë, dy fjalë. Për shembull, e ke të ftuar veten tënde, si do e prezantoja? Ka seriozisht. Do të them, çliroja fantazinë. Vajza. Më cool e qytetit. Jo. Po jo. Priteni. Ç'ka do pritet? Ç'ka bën ora? Ç'ka bën kjo mendon se është cool. Po kjo është cool. Jo, unë nuk jam cool. Unë thjesht super cool. Mendoj që jam shumë mundohem që të jem shumë reale. Shumë reale. Okej, edhe në fakt të them dy fjalë për Sarën, në qoftë se ndiqni storyt e Sarës, është na njerëzit që unë i shikoj kështu si story të lezetshme. Jetën e vet e pasuron shumë bukur në rrjetet sociale. Këtë mundoj të bëj me punën që unë bëj me Instagram, mundoj që të jem sa më reale me gjërat që unë postoj. Po sepse kjo është dhe koncepti social media, kupton që ti je çik sociale me njerëzit që të ndjekin, apo? Po. Nuk e bëjnë të gjithë pse bëre këtë fytyrë. Nuk e bëjnë. Po nuk e bëjnë se po nuk kanë faqe se bëjnë, se është e vështirë ta bësh. Është e vështirë në fakt, po. Është shumë e vështirë ta bësh. Po. Po sepse do çka ke rënë? Jo, më kapi barku. Jo, Jo, e kam seriozisht, doja ta dija, meqense bëra një pyetje Donald. Si do të prezantoje realisht veten? Po thënë se do kishte. Vajza më cool vetë nuk ka. Jo, më nuk do të thoj. Jo, më burr, ha. Nuk e di. Romeo, shumë pyetje vështirë, ta di se po me një fjalë mos si se prezanton veten ti. Kush je ti moj vajzë? Ti kush je moj? Kush je? Ditë janë këtu tani. Kush je? Po fort. Po ti kush je mua që më ke ftuar? Ore ti më ke ftuar, Po pra, unë nuk do të bëj. Ti më ke ftuar, më ke lutur që unë të vi këtu. Pse më lutur? Po se kjo është puna ime. Kishte më ftove. Kishte edhe frikë se mos ta prishte muhabetin në fund që thoshte për shkakun sot zi fare. Isha gati. Isha kaq gati. Unë nxjerr bukën e shtëpisë time të mbesës time se fëmijë nuk kanë kohë, atë është bukë fëmijë. Oh, që ka emrin blu. Sa mi që po, që dua shumë ajo dëshori të intervistë dhe dikur dhe kuptoj sa çmendur e ka pas Xhaxhan. Tani Sar, nuk ka asnjë kështu prezantim për veten? Jo, nuk kam. Okej, unë mendoj që është realisht prezantim për veten, tipi serioz, si thosh. Më prezanto ti mua dhe unë të shoh, ti më prezanton mua ashtu siç unë do doja ta prezantoj. Okej, me çfarë duhet të merrem unë çdo ditë. Mos i bëj këto gjëra klishe që bën gjithmonë. Nuk betoj. Unë kemi të ftuar sot vajzën më super cool të qytetit që vishet shumë bukur, është super funny dhe ka një super energji. Por më besoni që këto tre të parat janë vetëm le të them garnityra e saj. Kështu që për më tepër do ta njihni në këtë intervistë. O vlla. O vlla, sa prezantimi. Adi krasa do me apo jo. Jo adi krasa, të se bën as arketa visiu. Me vërtet ke? As arketa se bën. E kemi gjan. Sar, je mundur ndonjëherë që të heqësh dorë në rrjetet sociale për shkak të kthesh Instagramin privat? Jo. Jo? S'jam mundur asnjëherë, jo. Të tipit je lodhur një nga kjo nuk kam pasur asnjëherë as ndonjë Instagram kështu privat. Nuk postoj asnjëherë. S'ke Instagram privat? Jo, nuk kam. Pa betoti që nuk e privat. Hape të lutem. Nuk ka Instagram ti privat që shikon story gjëra? Jo, nuk kam. Po s'ka shanse, s'ka njëri në tokë sot. Jo, nuk kam. Ti duke që ke. Nuk dua të them për zonë. Po nuk kam. Po hape ta shikoj. Hape shty me 2 herë tek ajo, të lutem hape tani. Po nuk e kam, po janë Instagramet e punës. Janë Instagramet e punës, nuk janë. Po mirë ti shkojmë, s'ka problem fare. Po jo, pse ti shkon? Instagramet e punës, se ti kur e shtyp 2 herë. Kush kupton? Jo, më se edhe çinana jote dhe çinana këtij. Jo, se ky nuk e kuptoi ç'a do, nuk kam Instagram privat që të postoj gjëra private. Ose nuk postoj në close friends. Romeo nga që ka IQ-n e ulët, ngatron privaten, të vetëm ngatron private me fake-un. E kupton, se kupton çfarë është private dhe se kupton çfarë është falso. Nuk e di, unë e di fshat në Spanjë domethënë këtë. Jo, po nuk kam as Instagram fake, jo. Ja, çka çfarë thot, po unë e di më lexoj këtë. Po ajo tani mund të thotë çfarë do. Po unë po flisa për privat. Okej, a ke Instagram fake? Jo, nuk kam. Nuk kam, me vërtet nuk kam. Kam Instagramet e punës që ndonjëherë i përdor. Me vërtet? Pra, ja, shumë e bukur. Ndonjëherë shumë rrallë. Okej, që njerëz nëse ju ka parë free ti ju ka parë. Dhe aty do të bëj kujdes sepse njerëzit e dinë që it's me behind that, kështu që jam unë prapa asaj gjë. Jo, shumë bukur, shumë e lirshme. Ta është shumë kohë kjo pjesa e publikimit ditës tonë për ditëshmërisë. Sa pyetje kot kjo plago.
Jo, sa pyetje kot kjo plako. Zemra, s'është pyetje kot sepse kjo nuk është pyetje që ta kuptojnë njerëzit. Është shumë pyetje me vend. Ta kuptosh dhe ti, pse nuk është pyetje kot, unë që të bëhem aktiv në rrjetet sociale, që nxjerr story nga përditshmëria ime, i vë detyr vetes një herë, dy herë, them. Ashtu ja kam vënë. Do nxjerr të paktën 3-4 story në ditë, e kupton? Nxjerr 4 story, 5 story, pastaj postoj 2 javë, e kupton? Gabim, duhet postosh çdo ditë. Jo, ku t'ja thua? Duhet postosh çdo ditë. Duhet postosh çdo ditë. Po çfarë postoj pra, se ti si e gjen atë gjë që duhet postosh? Shiko, është me ditë. Ndonjë ditë është shumë e vështirë ta gjesh atë si ta bësh Instagramin pak, sepse un kam vendosur që Instagrami im, un dua që Instagrami im të jetë një vend pozitiv, që njerëzit që më ndjekin të më ndjekin sepse i intereson me vërtet se çfarë bëj unë, gjëra që unë kesh dhe ditë të këqija, si dhe ka pse vetëm po unë e them, kur kam një ditë të keqe e them, edhe disa mesazhe të marr unë. Me disa mesazhe marr unë kur unë kam një ditë të keqe, domethënë vërtet? Po, marr shumë mesazhe që më shumë shqetësoj njerëzit që ti ke një ditë të keqe, shqetësoj njerëzit s'din ku ka kohën sot më i modër, por shqetësoj se ti ke një ditë të keqe. Shqetësohen. Më besoj që po, dhe më shkruajnë shumë gjëra të bukura. Më shumë se njerëzit e mi të afër. Okej, kjo është e dhimbshme. A shqetëson vërtet? Edhe ti vazhdon të postosh ato shqetësimet e tua. Po, unë i ndaj shqetësimet. Në qoftë të sa. Marr ndonjëherë. Në qoftë të sa. Marr ndonjëherë një tip shumë të mirë nga nga ndjekësit e mi, do të thonë, ka ndodhur shumë shpesh që mua më kanë thënë diçka që unë s'e kam ditë më përpara dhe e kam provuar dhe ka rezultuar që ka qenë një gjë që mua më ka ndryshuar jetën. Sa e vërtet? I kushton kohë ndjekësve të tu, do të thotë. Çfarë për shkakun çfarë? Marr më të mirën që mund të marr nga gjërat që ndodhen mes rrjeteve sociale. Okej, po çfarë mund të ketë thënë diçka për shkakun? Domethënë që ti e mbaj mend. Për shembull, që e mbaj mend. Unë kur kam dhënë gjë, kam pas shumë probleme me gjithënien. Çka ke thënë? E kam thënë këto çuna nuk më ndiqni. Keni shumë pak kohë që më ndiqni. Jo, është do skuqen këto. A ka mundësi të flasë vetëm mos bëni pyetje. Mos bëni pyetje. Po lere të flasë kafsh. Po flasë vetëm më bëni përgjigje, më dini të përgjigjem. Është dhimbshme kam dëgjuar. A mund të mbaroj? A mund të mbaroj? Lere të mbaroj. Do flasësh ti përgjigje dhënie. Gjatë gjithë dhënies kam pas probleme shumë me qumshtin. Me skuqje. Po. Më bllokohej. Okej. Më bllokohen në kanalet e qumshtit. Dhe një ndjekse imja më tha që duhet vesh lakër. Dhe unë që ditën që kam më lakër për herë të parë, flija me lakër. Me vërtet? Dhe më ndihmonte shumë, po, më ndihmonte. Unë kam provuar të flë me karot, po me karot? Me lakër se kisha dëgjuar një. Shiko të flesh me karot nuk është ndonjë gjë mirë. Ti nuk je femër edhe nuk je bëgji edhe nuk ke shumë probleme që kemi ne, kështu që. S'mund të japun gjë? Kush më ndalon mua? Kush ja ndalon aty? Zoti. Zoti po nga që janë këto shoqata. Okej, mirë. Jo, Zoti nuk të ka destinuar ty, nuk të ka dhënë. Pastaj gjirin ti mund ta thithësh gjithë ditën bro, po nxjerr gjë. Okej, doktor bur. Pra. E gjen diçka. Janë vetëm dy mundësi njerëzit, ose do na kryqëzojnë neve për këtë intervistë, ose do na dashurojnë. Ose do na ti një star për mendimin tim. Ne kemi thënë që do flasim vetëm gjëra që do na vinë të flasim. Sar. A mendon se të kanë mbivlerësuar njerëzit apo të kanë nënvlerësuar? Domethënë për kontentin që ti shpërndan. Unë mendoj që njerëzit më kanë vlerësuar fiks për atë që unë kam dashur të më vlerësojnë. Po, okay. A je lumtur me veten? Sepse shiko, Instagrami ndryshe nga puna që bëni ju, unë e kontrolloj. Unë postoj çfarë dua unë. Unë postoj kur kam një gjë që dua ta diskutoj me ndjekësit e mi, e postoj. Kur s'kam nerva, nuk e postoj. Pra unë e kam në dorë. Dhe nuk mund të them që më kanë mbi vlerësuar ose më kanë nënvlerësuar, sepse aq sa kam dhënë unë, aq dinë edhe pra aq mund të më vlerësojnë, jo më shumë. Pastaj gjërat e tjera që njerëzit mund të hamendësojnë për atë. Çfarë një zos po bëj si pyetje ti po flet. Çfarë problemi ke? Më fal, çfarë shqetëson? Që us po flet. Zemra më fare. Njerëzit e tjerë do të pyetje. Jo, them gjërat e tjera që mund të hamendësohen. Që janë çfarë? Po nuk e di që janë. Çfarë ti ke në mendje? Po ndonjëherë që mundon që unë jam përdhace, po unë nuk jam. Okej, po do ta themi. Nuk e themi që nuk jemi. Po nuk jam. Që nuk je. Nuk je se Romanos. Po sa njerëz mund ta mendojnë, a kupton? Mund ta hamendësojnë. Po njerëzit mendojnë, ç'a do ti të bësh në jetë? Unë dua
Paqe. Paqe, po paqe s'ka lidhje me portën, tani vjen keq. Po mirë pra, këtë prapë po të shpjegoja. Si janë me të dyja me p mos e më paqe dhe port, p. Mund ta themi këtë dolar, po ta kishe thënë më përpara se tani ne sapo nisëm si gjë. Okej, dakor. Më vjen keq. Mirë, mendon se kjo puna e Instagramit për shembull mund të bëhet çike losur, mos të duhet një profesion të tipit që ti duhet të bësh diçka që for real, në sensin, apo kjo gjë është for real, a i nxjerr kostot e tua mujore kjo puna që ti bën, sepse ti je një influencer quhet apo jo? Jo, momentalisht kostot influencer. Influencer, po. Momentalisht kostot mujore patjetër që i nxjerr, por nuk mendoj që është një punë, domethënë unë vetë nuk dua që ta bëj këtë punë përjetësisht. Dua ta bëj gjithmonë on the side. Domethënë paralelisht me të gjitha, po. Jetës time, po jo ta kem gjë kryesore. Okej. Se është e lodhshme. Po kush janë planet pra? Ke bën një plan të tipit? Nuk kam bërë asnjë plan konkret. Nuk kam plan, prisni një, nuk e kam gjetë akoma atë gjën që... Atë? Je vetëm do me thënë? Apo s'ka lidhje me... Ti je budalla. Jam i met. Është artist. Është një artist i met. Kur justifikohen njerëzit. Është një artist i met. Artist, mamma. Është një artist i met. Nuk ka faj, është artist. Hartims. Ti je artist. Okej, Sara, ke pas ndonjë probleme me famën, domethënë kështu ti për ndjekje gjëra njerëz fiksuar mbrapa? Nuk e di se sa mund ta flas. Po mund ta them dim si histori, prandaj po pyesim Sara, le të bëjmë të sinqert me njëri tjetrin. Unë kam treguar Romit, nuk e di se ta flas. Jo, mund të flasësh pse çka ke ti. Po s'ka gjë, se po s'ishte nice ish montazh ne, po. Jo, nuk e di se sa mund të penalizohem ligjërisht apo jo, s'ka lidhje. Ty të për ndjekjen që penalizohesh ti? Se besoj. Po se nga që kam denoncuar. Po shumë mirë denoncoja. Ma thuaj si rast pra, ha. Po ishte një nuk ka ndodhur asgjë, thjesht një djalë burr, nuk di se ta quaj se meso burr. Diçka. Ja vëm një emër, ta quaj Merkul për shembull, Herkuli. Që thjesht pasi postoja unë vendet ku unë isha, shkonte dhe kërkonte aty për mua. Çfarë bënte? Kërkonte aty për mua. Si kërkonte? Ku ishe ti? Pa. Edhe? Futeshte brenda dhe pyeste për mua, ose nuk pyeste dhe më kërkonte. Seriozisht? Mëse tingëllon shumë kështu. Jo, s'ka asgjë. Nuk ka ndodhur asgjë, domethënë. Po ç'a Nuk ka ndodhur asgjë, thjesht pyeste aty për mua, nuk ka bërë asgjë të keqe të tipit. Po si e merri vesh ti këtë gjë domethënë? Ç'a i kërkonte për ty? Po ja thoshte kamareri o bla. Jo, më thonin njerëzit që punonin në përvendë që ka ardhur dikush ka pyet për ty dhe unë e dija se kush ishte se më shkruante shpesh. Vërtet? Okej. E ku jeton kjo? Shqipëri? Jo, nuk e di fare, se kam ide. Jeton e jashtë nuk e di, merrte rrugën. Aha. E gjeti policia çau bë ç'a ndodhi? Jo, unë tani e kam denoncuar edhe në rast se do ket diçka me të, do merret policia vetë, do merrem unë, po që jo, nuk po të them vetë gjyqësia, patjetër që jo. Domethënë ishte pak shqetësuese sepse vinte në përvendet që unë frekuentoja dhe po pse nuk merr një shofer si Luana? Po s'kam nevojë. Okej. Për momentin nuk kam nevojë. Okej. Po pata. Ti ke shofer? Pse jo s'kam asot do ta marr. Okej, bëjmë shaka. Nuk ka keq kuptuar energjinë. Nuk e kuptoj. Kjo do vetë ta prishi këtë emision, ne ta lart kë. Është skandale zëma. Është skandale. Donaldi nuk qeka në nivelin tonë. Atë thash. Ti më thej që Donaldi është më lart dhe ne do ta ulim. Po. Si po shumë. Sepse ndonjëherë ajo që të duhet të thjesht një dorë, po jo s'po më jep. Duhet ta ngrem, duhet të japim një dorë që të vi këtu lart ku jemi ne. Hajde zemra se jemi pozitiv. Okej, jemi shumë pozitiv. Okej, Sar. Si po shkon jeta me poem në Tiranë? Po më shkon shumë mirë. Okej. Mendoj që tani jemi shumë okay me gjithë. A ke vendosur do ta mbash? Vazhdim po. Ne mba. Sa lezet. Këtë pyetje apo të gjithë radio. Po in mezi e kemi pritur, për po diskutojmë. Kemi vuajtur shumë derisa ta kemi. Këtë gjë dua ta them. Do nga që një fëmijë shumë i dëshiruar mes me dhe Ledrit. Dhe kemi luftuar 2 vjet që ta krijojmë. Okej. Dhe
Po, kam vendosur ta mbaj. Tani pas 5 vitesh kam vendosur që që unë ta mbaj. Që ta mbaj, po. Ja vlen. Ju e pat vetë sa e mirë që. Si mos ta mbash. Si mos ta mbash. Po, duhet ta mbash. Okej. Si po i mami bën shaka, ose? Jo, po se shkon ti që. Nëse ndonjëherë, jo nuk e shikon, po ndoshta do ja tregojnë. Donald duhet t'i marrim parasysh të gjitha. Ktu do të themi që shaka, për shkak do shkojnë të poshtë, ja dalë. Më shikoni shaka. Jemi patjetër. Edhe si po shkon jeta me po në Tiranë? Po shkon shumë mirë, po. Jemi për momentin jemi shumë mirë. Është ndaj këtu apo në Prishtinë? Kemi atë rutinën tonë. Është ndryshe atje, ndryshe këtu. Po, se një vend të preferuar do të kesh. Po jetë tjetër kemi patur atje, jetë tjetër kemi këtu. Këtu jemi më shumë vetëm ne të dyja. Kuptoj. E di challenging. Si vetëm ju të dyja? Vetëm ne të dyja gjithë ditën. Unë edhe po jetojmë vetëm Donald. S'kemi njëri tjetër. Më fal, ti e ndan. Hello. Sorry, për dismëria, se lodhshme. Po ka ditë që janë të lodhshme, ka ditë që nuk janë të lodhshme. Ti zgjohesh edhe ti e çon vetë vajzën në kopsht? Jo, vjen fugoni me. Vjen fugoni, po ti duhet ta zbresësh poshtë. E bëj gati dhe zbres poshtë. Ora 6:07 besoj, po. Po është gjëja më e mirë që më ka ndodhur kjo. Okej. Zgjimi herë. Po. Rutina. A ke menduar ndonjëherë të kthesh në Gjermani? Jo, nuk e kam menduar. Me vërtet? Ka shumë pëlqen Tirana? Tirana mua më pëlqen shumë, unë kam qenë gjithmonë shumë e lidhur me Tiranën që kur kam qenë fëmijë, që edhe kur jetoja në Gjermani vija shumë shpesh në Tiranë, më sillnin prindrit. Okej. Kam qenë gjithmonë shumë e lidhur dhe më pëlqen shumë, po në Gjermani se mendoj të shkoj sepse nuk puna mua më lidh këtu. Nuk e çam në Gjermani. Dhe në Gjermani unë shikoj tani edhe kur shkoj për shkakun që të vizitoj prindrit, shoqërinë, ato janë gjithë në punë, unë duhet pres derisa të mbarojmë punën ato që ne të bëjmë diçka, ato pastaj janë të lodhur. Di nuk sikur nuk punojnë dhe nuk jetojnë. Mos ndoshta nuk të kanë qef apo s'ka lidhje. Se njeriu që do të gjën kohën. Okej, dakor. Okej, kështu të thonë, e kuptoj. Dakor. Shumë kanë thënë, ndoshta të kanë gënjur, po ndoshta ke të drejtë se njeriu. E gjën kohën më plagë. Okej. Cili është Ouch. Cili është më si më ndonë jetë, të ka ndodhur shpesh kjo gjë? Më ka ndodhur shumë shpesh, po, që janë shumë të lodhur sa. Gjithmonë shikoj se ne jemi zgjuar shumë herë sot edhe. Me vërtet? Plera. Nuk i kim më. Kam një vit pa shkuar. Jo, shumë mirë. Te kush terapist po ndiqesh? Nuk ka terapist. E kam lënë, Ajo bën pilates. E kam lënë, po do e filloj prapë. Shumë mirë, mos ki turp, Shumë mirë, bravo. Nuk kam turp, për çfarë kem turp? Fare asgjë. Kujdesem për këtë gjë. Për your mental health. Your mental health. Okej, shumë e bukur. Okej, cili është mësimi më i bukur që ke mësuar nga poem? Mësimi më i bukur që unë kam mësuar, unë nga poem mësoj çdo ditë. Okej. Çdo ditë gjëra. E kupton? Më tha më një gjë shumë bukur, më tha mua. Unë nuk i besoj njerëzve që bëjnë shaka, më tha mua. Unë gela, vetëm. Më kupton se po i thash se shaka, si këto shaka që bëj unë. Kupton ti? Më tha unë si besoj njerëzve që bëjnë shaka. Të tha ty poj? Po, çfarë thua ti? Ua, shumë, ja ky është një mësim shumë. Do të njerëz mos i besoni Donaldit. Unë s'ja kam thënë këtë, kështu që. Jo, pra është konkluzion që ajo ka dalë vet. Pikërisht pra. Një mësim që ti unë e mora një mësim nga poj. Po. Siç thash, mësoj shumë gjëra, po mësimi që marr nga poj çdo ditë është që çfarë do marrësh do japësh. Jo, çfarë do marrësh do japësh. Çfarë do marrësh do japësh. Domethënë unë shikoj edhe me pojën. Si ta trajtojmë pojën, do më trajtojë edhe ajo mua. Është gjithmonë every day. Çfarë ti japun asaj, ajo do ma kthej mbrapa. Po si e trajton ti pojën, domethënë, je nën strikte, si e trajton? Jep lirshmëri shumë, sim. Se ne u duk shumë chill, si më. Jap shumë lirshmëri pojët, sepse mendoj që ajo duhet ta njohë veten e vet edhe po mundohem të jem strikte në ca gjëra që mendoj që nuk duhen toleruar nga asnjë prind. Okej. Mundohem tani, domethënë. Marrëdhënia me telefonin si e ka? Me limite. Me limite, ha. Është vështirë shumë të kufizohet se e ke parasysh të gjëra që sa më shumë të bëhen të jo lejuara. Po. Aq më shumë ke qef ti kesh edhe ti. Po. Të gjëra që janë. Po, sa më shumë po. Donaldi të kupton se është nën vet. Okej, shumë. Po me këto me zarzavatet? Ja, se kemi punën hiç mirë.
Ha? Po si se bën që kështu t'ja ra është që ka të vezën, o t'ja presë? Po vezën e han ajo, po. Jo, t'ja bësh të rau me zarzavate. Edhe supën e han, po kështu zarzavate t'i haj për shembull brokolin. Për shembull do bësh, do t'ja grish. Do t'ja grish, zjeja mirë, merru lëngun, edhe atë frutin pasi ta shtrydhësh. Po nuk humbin gjithë vitaminat. Po i ziva. Po i edhe lëngun më beso. Po mirë, po ne tham që nuk do gënjejmë këtu. Donaldi. Ore X Media, ne tham që nuk do gënjejmë këtu. Pa censur jemi, nuk gënjejmë këtë drejt. Po unë kam marrë ne kur dalim në gënjeshtër, për shumë ne pranojmë gënjeshtërën. Se ka të ti që se pranojmë. Ti kështë aftësim. Sa e bukur kjo, sa e bukur. Sa e mirë djali. Sa e mirë djali. Okej, unë do të dija një pyetje. Kush mund jetë një pyetje që poj të ka vendosur në vështirësi ty, që ti s'ke ditur si t'i japësh i përgjigje. Një pyetje të vështirë që poj të ka bërë ty. Një pyetje shumë e vështirë që poj më bëri para pak kohësh, ishte që pse jam ndarë unë dhe Ledre. Okej. Ta bëri si pyetje, ha? Po, ma bëri si pyetje, patjetër që ja shpjegova shumë thjesht. Çfarë the? Që nuk na funksionoi gjëja dhe u ndam sepse nuk merreshim më vesh me njëri tjetrin. Dhe pas sa më pyeti, po you can fix it. Vërtet? Po ju mund ta rregulloni, edhe unë i thash që jo, po ju nuk mund ta rregullojmë, tentuam ta rregullojmë, por nuk funksionoi dhe është më mirë kështu për të gjithë. Ne për mua, për ty, për babin, për çdo gjë, edhe e kuptoj. Më e rëndësishme është që e kupton. Domethënë sa më shumë t'ia shpjegosh, sa më thjesht t'ia shpjegosh, që një fëmijë ta perceptoj, ta kuptoj edhe ta pranoj. Po. Aq më nice është edhe. Aq më okay është për fëmijën, nuk i le më pikpyetje në kokë që ta dëm pa gjumë. Po pra, jo ta gënjesh kështu, do thotë që ti nuk do bashkohesh prapë. Ja. Okej. No, okay. Nëse poj do të pyesë ty për historinë e dashurisë, me që themi këtu. Për historinë e dashurisë së prindërve të saj, domethënë, si doja shpjegoja? Doja shpjegoja siç ka qenë e vërteta. Nuk do e gënjeja për asnjë gjë. Patjetër që disa gjëra s'ka nevojë të di sepse është shumë e vogël, kur të arrin një moshë të caktuar do ja tregoj të gjitha, të gjitha. Pra poj do ja tregoj të gjitha, everything. Ky është qëllimi që unë i kam bërë vetes time, nuk do e gënjej për asnjë gjë sepse nuk kam arsye ta gënjej. Doja tregoj siç ishte, një histori shumë e bukur që nuk shkoi ashtu siç mund të shkonte, që është okay, gjërat ndodhin për një arsye. Këtë gjë ma ka thënë një mik dhe kur ma ka thënë nuk e kuptoja, që gjërat ndodhin për një arsye, nuk e kuptoja. Okej, kam dëgjuar shprehje, po tani që jam këtu sot, e kuptoj që me vërtet gjërat ndodhin për një arsye dhe për aq kohë sa ti mendon që është një arsye më e mirë pas, do jetë një arsye më e mirë pas. Sa bukur, shumë bukur. Po, okay, shumë nice. Më pëlqeu. Nuk ka nevojë ta komentoni çdo përgjigje që unë. Jo, shumë bukur, se po. Jo, kjo është bukur, se do të kisha Jo, që në paqe me këtë kjo marrëdhënie e sinqert me fëmijët, e kupton? Kështu që për sa kohë ti je sinqert me pojën është shumë nice. A ka qenë e vështirë ta ndash rolin e ish partneres nga roli i nënës që duhet të respektoj babain e fëmijës? Jo, për mua nuk ka qenë fare vështirë. Ka qenë më shumë për rrethin tim, për njerëzit që më rrethonin e vështirë, se sa për mua. Unë e dija shumë mirë që marrëdhënia që unë kam me babain e Pojit është marrëdhënia ime me atë dhe Poji ka marrëdhënie komplet tjetër. Ai ka një rol tjetër në jetën e saj dhe kjo gjë ka qenë e qartë për mua që në fillim. Se kam pas kurrë të vështirë. Poji e ka baba, do e doj gjithmonë. Siç dua unë babin tim, a kupton? Patjetër, nuk ekzistoj. Se i kemi kaluar gjithë këto gjëra. Ti e do babin? Vdes unë për babin tim, vdes mbaroj. E çuditshme. Edhe kur ma shan mami, unë vdes për babin tim. Kështu që nuk dukesh. Duke marrë parasysh këtë gjë, e kam pas shumë të qartë që nuk ndërhyn dot, a kupton? Domethënë ti mund të edhe sikur të tentosh të ndërhysh, nuk do arrish dot, sepse është një dashuri. Është një dashuri që e ka fal Zoti dhe nuk tjetër, është dashakësi. Dhe nuk ka qenë kurrë, se kam pas kurrë problem Romeo. Gjithmonë e kam pas të qartë. Unë e kam pas gjën time me Ledrin, na shkuan gjërat siç shkuan me Ledrin, po kjo nuk ka të bëjë me Pojin. Unë kam marrëdhënien time me Pojin, Poji ka marrëdhënien e vet me Ledrin. Okej.
Edhe ka qenë gjithmonë shumë si është marrëdhënia juaj me Ledrin tani? Shkoni bashkë për festa ditëlindjesh, për shembull tek festa po ditëlindje? Jo, nuk ka ndodhur akoma, nuk e di, ndoshta në një të ardhmë edhe mund të ndodhi. Unë jam shumë okay tani me Ledrin. Tani. Okej. Jam shumë okay. Ja dua të mirën se është babi Poj dhe mendoj që Poj mendon një bab sa më. Po dhe duket se rezaton ti këtë gjë, kështu që. Edhe jemi shumë okay, mendoj që po bëjmë një punë shumë të mirë me Pojin. Bravo çfarë. Dhe kjo ka rëndësi. Bravo të dyve, edhe ty dhe Ledri. Bravo. Faleminderit. Si mendon se mund të rindërtohet një raport dashurie pas I thyet? Nuk e di. Me të drejtën nuk e di. Ju vazhdoni flisi me njëri tjetrin? Vetëm për Pojin. Vetëm për Pojin. Domethënë nga kjo dashuria, se këtë dua të di, si e rindërton ti, domethënë nga dashuria ti flet si shok, le të themi, vetëm për hir të vajzës. Po jo, pse nga ajo dashuria çohet dashuria ke Poja, kupton? Dhe ne e kemi gjithë dashurinë e shpirtit tonë. Ka kur dashuria komplet, domethënë s'ka fare? Jo, s'ka fare. Jo. Po respekt? Respekt patjetër, gjithmonë, respekt gjithmonë, dashamirësi gjithmonë, po dashuri për rolin që kanë në jetën time dhe... Çfarë mendon ti Sar për lajmet që qarkullojnë nëpër rrjetet sociale, domethënë? Çfarë mendoj unë? Ndonjëherë më azarojnë shumë nervat. Ja, vërtet. Ndonjëherë mbjeme dalë edhe unë me status. Po shiko, pse ti nuk prekesh? Po varet se kush shkruan, e kupton, varet kush shkruan, varet kush komenton, kur shkruaj ndonjë gjë që është komplet absurde, të vjen I çikinac. Nuk ka. Është një intervistë shumë e bukur e Tom Holland, që I thotë ai, çfarë mendimi ke për ta njerëzit që komentojnë për ty ose që nxjerrin lajme për ty. Edhe ai thotë, nëse nuk ke numrin tim të telefonit, ti nuk je aq I rëndësishëm për mua, kështu që. Po shumë bukur. Dakor, mos edhe unë kështu e mendoj. Që të vjeni çikinat, nëse ti lexon tani lajme që nuk janë vërteta për veten tënde, dhe të vjen të bësh një status dhe ta qartësosh të gjën, po që për t'i dhënë edhe aq shumë rëndësi, edhe unë njësoj mendoj që patjetër. Po se ke numrin, nuk është edhe aq e rëndësishme, as nuk më ul, as nuk më ngren, kështu që. Dua të pyes pak për profesionin Sar. Sa vërtet je në Instagram? Unë mundohem të jem shumë e vërtet. Jo, prit. Prit. Sa vërtet je? Ndoshta 50%. Me vërtet? Isa keq. Po jo, nuk është. Çfarë të shtyp që të shkosh 100%? Lufta të pengon, më fal, çfarë të shtyn thash? Lufta në Iran? Jam çik kështu si, Çfarë më pengon? Më pengon vetbesimi më. Se ti dukesh vajzë me vetbesim, ti unë kam vetbesim për të nuk është duken sigurisht të punuara, të kuruara, kështu gjëra, flas story. Po nuk kam aq vetbesim saqë unë të nxjerr me vërtet gjitha gjërat që unë përjetoj në përditshmëri, edhe gjërat që unë I përjetoj edhe me veten time, që ndonjëherë kam edhe shumë qejf të diskutoj me ndjekësit e mi, se I kam ndjekësit shumë të mirë. Po, atje. Edhe ndonjëherë më shkruajnë gjëra që them wow, domethënë po t'i hapësh screenshotet e mia, sa shumë mesazhe marr unë edhe sa shumë gjëra të zgjuara më shkruajnë dhe sa shumë më ndihmojnë. A merr më shumë mesazhe se sa Arbana? Sa mesazhe merr Arbana? Nuk e di. Ku e di ti që merr shumë? E kam parë. Ku e ke parë? E thot ajo. Nuk e di. Duhet të krahasojmë. Duhet të kesh edhe pa përgatitur, duhet ta shifja. Nuk e di sa mesazhe merr Arbana. Anyway, mund ta kalojmë. Okej, çfarë është fasad në jetën tënde në Instagram, Sar? Fasad? Po, si këto të moreve. Fasad. Fasad xham. Mendoj që fasad është që jam gjithmonë mirë. Je gjithmonë mirë. Që jam gjithmonë mirë. Keq, sa vështirë është. Jo, prit, jo që jam gjithmonë mirë, po jam shumë e fortë. I them shoqërisë time, se më thon këto për shkak je shumë e fortë, Po, e fortë, po them kur të fshihin ai. Që tu në këmbës. Çfarë e kupton ti? Kjo është me tension tani që flasim bashkë. Me tension kjo. Tensioni 10 me 7 deri në jam e fortë. Ska. 18 me 9, po ska gjë. Nuk ka. Sa I kishte? 18 me 9, po ska gjë. 18 me 9. Po ska gjë, e bëjmë çuna, e bëjmë. Me vërtet, ndonjëherë
Fasad është ndonjëherë ajo, po, ke të drejtë. Fasad është ndonjëherë, për aq kohë sa unë nuk kam postuar asnjëherë se si qaj në krevat, është fasad. Pse qan në krevate? Po, pse ti nuk qan? Në krevat, jo në krevat, jo në krevat, nuk qaj në koltuk. Po, çon si ka? Në koltuk, po edhe krevat në zonë të krevatje. Po, krevati. Unë qaj në koltuk edhe tek dushi me roba. Dushin e kam edhe unë pikdo. Me roba, po. Filloj aty me roba dhe filloj qaj aty. Dushin e kam edhe unë pikdo, se nuk I ndjen lotët. O zot ç'a tekst ju bëj tekst. Mos nuk kam qarë kurrën edhe thjesht ishte ujë dushit. Me o zot një tekst këngë. Sa po doni të super tekst këngë. Ke të drejtë, po pra s'është logjike, pra s'është ujë. Se bie ujë edhe nuk ndjen lotët. Dua të qaj e të bie shi. Dua të qaj e të bie shi që mos të duken lotë e mi. Sa e bukur. Pelma, po mirë, Sara, fiton nga lotët, kështu nga Instagrami? Po, fitoj. Fiton vetë që të bësh një jetë comfortable, like jetën që bëj aktualisht e kam në Instagram dhe është jetë e mirë. Me vërtet? Nuk mund të qahem. Nuk mund të qahesh, as nuk do më shumë, apo? Jo, dua më shumë, si dua më shumë. Pse mos do më shumë? Kush nuk do më shumë? Kush nuk do më shumë? Do të thënë ta mundson Instagrami që ti të bësh një jetë komode, ëh? Po, ta mundson. Ha, sa bukur, sa mirë ai Marku Zuckerbergu. Nga të mundsi njerëzve. Po se të kemi parë fakt se ti lëviz shpesh kështu, bravo, pish goxha lekti. Okej, mirë, sa mirë. Ti e përgjigje pyetjeve, po disave ju ikën. E kam seriozisht. Kujt I ke ikur për herë të fundit? Taksistit papaguar? Stalkerit. Okej, mirë. Më përshkruaj, ta them vërtet, djalin e ëndrave, mos ta bën të rëndon. Djalin e ëndrave dhe unë do ta vizatoj për ty. Asa më pëlqeu kjo. Ta them vërtet. Asa më pëlqeu kjo. E kam vërtet. Asa më pëlqeu kjo. Vetëm do ma përshkruar, si jepi? Në koreale, Se nuk e ke? Po mirë pra, hajde ta mendoj tani. Por ti e kupton që mua nuk më del në ëndra një djalë. Jo, thash në djalë, thash atë që do të doje. Që do doje ti. Po nuk e kam akoma. Po mirë, hajde ta bëjmë kështu, thjesht më thuaj si do doje që ti ishte dhe unë po e vizatoj. Si ti po thua për pamja? Për pamjen. Po nuk më intereson pamja më fare. Po mirë, ma bëjmë bar çfarë shqiptare, ma bëjmë më bar sot ta bëj unë nesër. Thuaj disa detaje, Disa detaje të vogla. Hamo. Të jetë fani, si do I vizatosh ti fani? Okej, fani, po ç'ke pra leja ti në dorë pa Të ketë humor. Ha, okej. Tjetër? Okej. Si do të jetë brumbjot? Të më kuptoj. Të kuptoj. Sa bukur, si mund ta vizatoj këtë të kuptoj? Një sekond pra, Të çuditshme është. Okej. Tjetër? Si do të jetë? Do të jetë shumë I qeshur? Ta bëj të qeshur? Ba, qeshur, ai mund të jetë. Jo, I qeshur pa. Bëj I çik më serioz. Jo shumë të qeshur. Do të mundi në qeshur. Jo shumë të qeshur. Mundi në qeshur. Një qeshur e vogël. Mund të jetë shumë, e shive pak, mund të jetë në. Ja më ja. Jo shumë. Po shkëtë. It's like, Romi s'ka që se po e këshun. Okej, be pak. Edhe? Tjetër? Po flokë, qa flokë është këtë lartë? Më fantazo, po shfrenoj fantazi. Po se kam... Po një më kotë u futet. Po jo më nuk kam. Flokë të shkurtra mesatare apo të gjata? Mesatare. Po nuk e kam. Zgjidh se këta me flokë të gjata. Me mjekër pa mjekër. Po nuk më intereson fare më. As mjekra. Po si tjetë, vetëm tjetë njeri I mirë. Po vetëm mirë më thuaj mjekër pa mjekër, më s'ka gjë. Po me mjekër idealisht. Me mjekër më fantazo më s'ka gjë. Fantazo se ëndra janë bëva këtë. Inshallah ka I çik mjekër, po spaci s'ka problem. Ja me çik ta bëj me çik. Okej, e kemi. Po. Okej, gati. Genta Zizi. Genti e kam pas. Genti e kam pas këtë. E kam qërit. E sa më pëgjeti. Fani. Po Genti është shumë fani. I qeshur, po jo shumë një shumë. Me pak mjekër, pozitiv. E po Genti ka një problem shumë të madh. Që? Të s'dit kërcej. Po të s'ma the. Jo, po nuk dit kërcej, e duaj që të kërcej. Po se s'ma the, unë të Po mirë, nuk më shkoj mendja. Komon tani. Futi një kush kërcimi. Lisha qiri. Futi çik I liri, kapi çik me sekonda. Genti u. Një sekonda bëj I lirë të tjera. Ju e dini që unë Gentin e kam pas këtë Dancing with the Stars.
Po mos se di. Okej, tha se nuk e dinit pra. Ej zot. Dhe Genti u eliminua shumë shpejt se s'dinte të kërcente, po është shumë fani. Nuk dinte të kërcente apo Më duket se nuk dinte të kërcente, nuk e di. Unë di që ai di shumë mirë të kërcente. Po e di që është shumë fani se kam ndej disa herë me Gentin. Por nuk e bëri kot ai këtë më. Nuk e bëri kot Donaldi këtë. Nuk e printoi kot. Nuk e printoi kot. Ai si se printoi vizator tani ai më. Genta Azizi ose më. Po buri ëndrave mba. Na të keqe, na sa bukur. Genta. Sa bukur. Okej. Shumë mirë. Doja të bëja një pyetje tjetër. Doja të pyesja pak për kaçurelat. Ku i ke bër? Donald jepi drejtim se Okej, Gjo. Ky do të ndroj profesion. Kemi lojë. Ai e ka ndruar zemra, thjesht është i vetmi që ka kuptuar. Do bëjmë atë lojën? Se kemi një lojë shumë të lezetshme? Kemi një lojë shumë të lezetshme, shumë të bukur. Që ti do ndash te këto fotot që unë do nxjerr tani, që do dalin dhe për teleshikuesin ton, do dalin në ekran. Do t'ju nxjerrim teleshikues quhet nëse je televizion, zemra, si televizion. Po ku e shikon ai? Në rrjetet sociale. Rrjetet socializues. Po, për gjithë rrjetet socializuesit që na ndjekin, okay? Si jeni televizion? Si? Nuk është televizion kjo? Televizion. Televizion Po te Mediaseti transmetojmë. Mediaset vetëm në Itali. Te Mediaseti, okay? Na ndiqni çdo të shton. Dhe ne kemi ndar do kesh nga 3 foto. Okay? Dhe do ndash në këto 3 foto kë do martosh, kë do vrasësh dhe kë do fusësh në burg. Okej? Është lojë pra, është me kë do martosh, domethënë. Kë do martoje nga këta të 3, kë do vrisje nga këta të 3 dhe kë do fusje në burg. Dhe kë do fusje në burg nga këta të 3, okej? Zgjedhni personazhet e parë. Dhe të parët janë. Okej. Më shejtan do të vira dha më vonë po. Inshallah keni fut në një që mund të martohet me vërtet. Me vërtet, po mund të martohet me vërtet. I pari. Erion Braçe. 1. Albin Kurti 2. Po këtë e njeh të. Albinin e njeh. Po tjetër pra, De Braçe është pa aq i rëndësishëm sa Albini, besoj. Dhe Erion Velia i 3. Tani, kë do martoje? Kë do të fusje në burg? Kë do fusje në burg? Nuk e... Edhe kë do vrisje? Mo tani, se lojës tani, se ti si një personalisht që nga ta. Po dëgjoj, ke çik të thjeshtë se ai në burg është, mund të thosh në burg për këtë tjetrin. Erioni në burg. Ka vërtet. Kupton, ha. Një sekondë lere asaj se ta bëja ti Donald këtë martoj. Po fusun Erionin në burg. Jo, nuk dua që Erioni të jetë në burg. Po nxirre pra fut tjetër. Nxirrim Erionin nga burgu. Okej, po çfarë do bësh Erionin po nxorë nga burgu? O, do e vras çdo e martosh. Kujdes se burgu është jam e mirë që mund t'i bësh. Hello. Si thua? Me që burgu është gjëja më e mirë që mund t'i bëj. E lëm Lalin në burg. Okej, Lalin në burg, okej. Shumë mirë, se s'ndryshove gjë. S'do rregullosh ti botën. Tani kë do vrasësh dhe kë do martosh nga këto? Albinin e martojmë. Okej, u martua. Po që ndave Kosovës më i vajzë. Si u ndave më i vajzë Kosovës, okej. Kam rastis vetëm një herë me Albinin dhe është sjell mirë me mua dhe Po si vetëm një herë? Mirë, okej. Albin. Nuk e njoh, se kam ide. Të martoj, mirë se fani është moral, po e di më se ai është fani. Erionin do e vrasim? Ti e vrave zonë, e vrave ti. Jo me vrave. Jo e shpiket lojën. Iku. Ju e shpiket lojën. Bravo Erionin. Okej, tani kemi të Erionin gjelë duke e vrarë. Po pse doni të fusi sherr me deputetët? Po ama se kemi marrë personazhe se mund të merrnin këngëtar, mund të merrnim shumë, doni ta bënim të tillë lojë. Keni marrë këngëtar, un po ik. Po kjo do të thotë shumë. Kjo do të thotë shumë njerëz. Po sigurisht do marrësh. Gëzuar me Electromagic. Gëzuar. Electromagic. Janë më të mirë në treg. Okej, kam 3 për këtë situatë 3 të tjerë. Kam të parin. 3 personazhet e tjerë janë Gjesh Luca, Adi Krasta dhe Muare Mameti. Rema do martojmë. Rema do martojmë, vërtet? Na bëj çik muzikë në shtëpi më. Me vërtet, ha sa bukur. Këndon bukur. Po si këndon? Këndon bukur. Rema, po. Të martoj Sara, ha mor Rema. Aha. Iku Adi Krasta çaj bëjmë? E kam se çati kuda ose në burg ose ta vrasim. Ha. Kë do vrasim pra? Ha, kë do vrasim? Njësoj është. Ha?
Si burg, si vrasje i sa. E kam seriozisht, këto do të fusim Adi në burg. Po mirë, ta fusim. Dhe vrasim Gjergjin? Adi të futi Romi, nuk futa unë. Vrasim Gjergjin? Ta vrasim Gjergjin. Gjergjin? Peshkatarin do më thamë. Po, dhe vrasim? E vrau, shumë mirë. Të vrau Romi. Okej, dhe personazhet e fundit janë Vis Pupa, do ta njohësh Visin, come on, okej. Romir Zalla. Apo Beskallaku. Humorist të gjithë. Humorist të gjithë, domethënë Beskallaku, Romir Zalla apo Vis Pupa. Këto martoja. Visin do e fusim burger direkt. Me vërtet? Apo ta vrasim? Se besha ka. Se besha ka. Okej. Çfarë do bësh Besit? Besin? Ha. E kam Ta fusim burg? Ta fusim burg? Okej. Burg se është Rata të mrema. Okej. E fusim Besin në burg? Visin... Këto martosh, kujdes. Të dy janë shumë fane. Aha. Visin do e martoja. Okej, u martua me Visin. Adin... Jo, s'është Romirin. Romirin do ta vrasim. Do e vrasim Romirin? Po gjuna. Me shumë keqardhje, po ç'a të bëjmë? O Romir. O vllaim. Po nuk është kjo botë për të gjithëve. Po. Të drejtin e merr Zoti. Shumë mirë. Okej. Unë nuk kam faj, ju e keni fajin për gjithë të gjën. Po jo më çfarë nuk Qeshët ju, po puna është qeshin edhe ata. Kush janë ato? Pse më çfarë do bëjnë ata? Do të shohin jetën e tyre se i the ti kush u vra, kush u fut në burg kështu? Do mërziten ata. Shpresoj që jo. Nuk mendoj se ata ta kenë për kënaqësi, jo për nder. Ta kenë për kënaqësi. Ta kenë për nder që i vrave ti për mendimin tim. Okej, shumë mirë. Sara, arritëm drejt fundit. Çfarë doni? Kaq pyetje kishit për mua? Jo më ty si po ti do të ke një orë intervistë zemra, si ti bëm gjithë. Çfarë? Si është gjendja aktuale, emocionale tani për momentin? Si ndihesh pas psikologjike? Me të drejtën ndihem shumë mirë. Domethënë kam shumë kohë nga gjithë këto vitet e kaluara që kam arrit në një pikë që kam njohur veten time shumë mirë. Okej. Edhe mendoj që tani do bëhet akoma dhe më mirë. Sa mirë. Shko sa radhja njerëz që ndihen mirë me veten më shumë. E disa rëndësishme është Donald, merresh me veten, të njohësh veten tënde njerëz, se unë mendoj sot Sara që jam, mendoj që nuk e kam njoft veten time. Domethënë gjithë vitet që un kam kaluar se njihsha veten time, kam qenë kështu si tharallachk. Një gocë naive që kalon të nuk. Po kjo vjen edhe me moshë, ëh? Dhe mua kur më thonë njerëzit që je pak naive, thosha, "Un naive, jo, s'ka shans." Edhe ke qenë rezultoj që ishe naive? Po, kam qenë shumë naive, Po çfarë të ka ndryshuar? Po më ka ndryshuar jeta, thjesht gjërat si erdhën. Ajo gjëja që kur ndodhin gjërat për një arsye dhe është arsye më e mirë. A është gënjimi motivi që ti ke ndryshuar? Patjetër. Është gënjimi, është arsye? Patjetër që po, patjetër se ti kur thyesh ti bësh gjithmonë më fort edhe mundohesh pastaj. Un kam punuar shumë me veten time këto kohë fundit edhe kjo puna që kam bërë me veten time me trurin tim. Me trurin tim personal. Me trurin tim personal. Timi personalin. Mendoj që më ka ndihmuar shumë të gjej këtë paqen që kisha shumë kohë që e kërkoja. Shumë nice. Po se të shikoj që kisha shumë kohë që e kërkoja. Po pra, merresh me veten palestër. Palestra ka luajtur një rol shumë të madh, kujdesja për veten. Kam bërë një trajtim, inshallah nuk duket. Kam bërë BBL Demoxi para 3 ditësh. Pse bëre BBL Demoxin ti? Po, është trajtimi më i mirë që mund të bëni në një herë. Unë bëj të në dark po flini me Donald. Unë bëj të bryli. Unë bëj të Demoxi. Jo, gabim do ta bëni vetëm në bryli. E ke gabim. Ti ke shumë nevojë njerë. Për çamo? Ti për BBL Demoxi ke shumë. Unë nuk kam nevojë për BBL Demoxi. Ke shumë nevojë. BBL Demoxi është numër 1. Po kështu se të kam parë që e healthy po ha frit për shembull. Tani si ndodh? Ë? Po mirë frit unë se frit. A është shëndetshme frit? Nuk është fast food, po frit është e shëndetshme se frit me sa më kanë thënë, e marrin mishin të freskët çdo ditë nga kasapi. Me vërtet? Dhe unë kur dua të haj shumë protein, shkoj haj te fritë dhe i them a bëni burger me dy qoftë. Sa gjë bukur. Okej, sepse është në fazë të protein. Friti e ka cilësinë e mishit e ka shumë të mirë dhe kjo është arsye pse unë haj aty. Sa mirë, se janë këto koca që dalin. Ore pse thoni që
fast foodet nuk janë të shëndetshme, burgera thonë nuk janë të shëndetshme për njerëzit që bëjnë palestër. Ti merr biftekun kur jam më veç, biftek, sallatë dhe pak bukë. Varet ku e han, dhe varet se si gatuhet, çavaj. Nëse atë friti, atë friti. Po, yes. Na po jo. Sar, planet në të ardhmen, çfarë plani ke? Nuk kam asnjë plan konkret, Donald. So nice. Çat më sjelli jeta? Jam në pritje. Sa gjë bukur. Çat më sjelli? Tani un jam shumë pozitive me çdo gjë që kam. Jam i pres çdo gjë që të vjen. Jam i pres çdo gjë. Po ishte gjë e bukur, e marr përsipër me shumë qejf, po është një gjë që nuk më përshtatet. Siç është kjo gjëja që jam unë këtu, që ishte një gjë që unë që nuk të përshtatet. Jo, back përpara. Sa kuptoj. Se thon intervistat si një gjë që unë që s'po përshtatet do të zgjet. Prandaj ka vështirë njerëzit ta marrin vesh. E ktheva më përpara se isha më shpejt në mendim se sa ç'po flisja. Do të not shpesh? Sa na mbledh veten. Ti je shumë mirë, po mbledh veten. Keni bërë tap. Keni bërë tap? Me Electromagic? Me Electromagic? Jo. Push. Po push. Nëse shkoj shumë mirë. Shkoj shumë mirë. Okej, mbyllim. Çuna faleminderit shumë. Thank you sir. Thank you that too. Dhe si dalja ime pas shumë kohësh në televizion që e kisha më shumë stres, ma bërë shumë të thjesht gjën. Okej, thank you. Shpresoj që publiku të marrë gjithmonë atë më të mirën që duhet të marrë nga çdo gjë. Jo vetëm nga kjo intervistë, por nga çdo gjë që zemra kushdo që të dojë ta shikojë të keqen, gjithmonë të keqen do të shkojë te ty, kush do të shkojë të mirën, gjithmonë do të shohë të mirën. Kështu që të falenderojmë shumë që ishe me ne, je një vajzë super pozitive, unë të uroj me zemër me shpirt që gjërat të t'i bëj Zoti vetëm mbar. Ty po e dhe gjithë familjes tënde, edhe faleminderit shumë për kohën, Sara. Faleminderit ju për kohën tuaj. Thank you, sir. Thank you. Faleminderit shumë. Dhe kështu e mbyllim këtë emision për sonte, bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Ju e dini sa ju dua dhe kur s'ua them.